Fundi Amerikës, fundi Amerikan, si që kam shuajtër sot? Fundi Amerikan nuk mundet me qenë Arben për arsye se ky shtet i ri i Kosovës, ku është derdh gjak për ta, edhe është kriju përmes mbështetjes amerikane, edhe pas vetë deklarimit të Departamentit Shtetit, ata nuk do të ndalojnë kur për krahjen e Kosovës. Zoti Kurti është një prej akterëve politik, i cili për momentin gjendet edhe është në qeveri kujdestare, si që quajnë, mirë po nuk do të thotë që unë ma tepër po e shoh fundin e erës së Kurtit. Për fat keq, një djalë i ri, kisha me thonë, me ambicie kaq të mëdha, edhe fillimisht kur ka ardhur me një përqindje. Ka 50 vjet gati, djalë i ri. Mujë më ka në Arbenis. Jo, ajo është djalë i ri kur e ka fillu. Po sa qërësht po. Ju mundeni me qujtë si do, ajo është në moshën më të mirë. Zoti Kurti ka qenë në moshën më të mirë edhe është për momentin që ka mujtë me udhëheq shtetin shumë mirë. Me 51%. Moshën më të mirë ka në burg me Sadik. Jo, nuk është. Ajo është mosha e rinis. Tash është mosha e pjekurisë për me udhëheq si duhet shtetin. Se shteti nuk e udhëheq një 20 vjeqar, as një 30 vjeqar. Në botën perëndimore, gjithmonë dush me pas një përvoj që bjen një bagazh. Për fat keq, ne në Kosovë po kemi mundësi, po është bo vend i mundësive. Do me thonë deputet të cilët me të vërtet kur si kemi pa të folë, po vim për ta udhëheq diku shtetin që as puna e marrë kërkush nuk i ka thanë. Pse po bash nervoz. Unë mund t'i dhonjë 20 shembuj pi 32 vjeqarit deri në 37 vjeqar që janë bo edhe shefat NATO-s. Edhe kryeministra, prej Suedise të poshtë. Jo, nuk pide. Kështu që jo do mos do të shmi pas 60 vjetë sa Halili, me gjithë respektin për moshën. Në Zoti Kurti nuk është 60 Nuk mjetë. ka përcaktus. Më shmu kanë 30 vjeqar të cung, edhe 60 vjeqar të cung. Jo, duhesh me pru... Edhe ajo s'ban. Më kanë... Unë të aty, si mas standardeve, Dirim, që pak sa rëshqitëm nga derma tërësore. Ti mundesh me argumentu si qdojnë. I ri këtë, si ti gjona. Nuk është puna, unë i thash, a i ka pas parametrat ma të mirë, që me udheq mirë shtetin. Parametrat e kuj? E tha në kuptimin pozitiv? Në aspektin pozitiv e thash, se kur i ki 51% mbrapa vetit,